Pas përfundimit të afatit zyrtar të aplikimit, struktura e posaçme antikorrupsion ka publikuar emrat e kandidatëve për drejtuesin e ri të Byros Kombëtare të Hetimit. Janë 13 në total, mes tyre emra të njohur, si ish drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Gledis Nano, kreu i emergjencave civile Haki Çako, apo Joni Keta, zëvendës drejtori i Byros Kombëtare të Hetimit. Të renditur sipas rendit alfabetik: Andi Pogaçe, Artur Beu, Astrid Halilaj, Elton Kërluku, Gentian Doj, Gentian Shehaj, Gledis Nano, Haki Çako, Joni Keta, Mauricio Sheldia, Marinela Pilinçi, Miklovan Kanani e Nevruz Dregjoni. Në listë bie në sy se mungon kandidimi nga Ida Hajnaj, drejtuese aktuale e Byros Kombëtare të Hetimit, së cilës mandati i përfundon më 31 gusht të këtij viti. Pas mbylljes së aplikimeve, procesi kalon në fazën e verifikimit paraprak, gjatë së cilit komisioni i përzgjedhjes do të shqyrtojë dokumentacionin e paraqitur nga kandidatët për të vlerësuar përmbushjen e kushteve ligjore dhe kritereve të përcaktuara në ligj. Kandidatët që kalojnë fazën e verifikimit paraprak do të ftohen për të marrë pjesë në fazat pasardhëse të procesit. Mandati i drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit zgjat 5 vite.